57 ditë revol, aktivisti me 27 korrik protest parlamentit. Protesta kundër qeverive vijoi edhe në ditën e saj të djeshme në 56-ën dhe sot në 57-ën, duke mbledhur sërish qindra qytetar para kryeministrisë. Protestuesit përsëritën kërkesën për largimin e kryeministit Edi Rama, qeverisë dhe klasës së vjetër politike. Nga podiumi u njoftua dhe aksioni i radhës. Aktivisti Edison Lika bëri të ditur se qytetarët do mblidhen të hënën me 27 korrik para kuvendit në ditën ku do zhvillohet seanca parlamentare. Tubimi do zhvillohet si çdo ditë përpara kryeministrisë, ku protestuesit do të përsërisin kërkesat e tyre për ndryshime politike, dorëheqjen e kryeministit Rama dhe një proces të ri politik që sipas tyre duhet garantojë zgjedhje të lira dhe përfaqësim të denjë të qytetarëve. Protestat janë shoqëruar me marshime kryesore në rrugët e Tiranës edhe ditën e sotme, po shihet organizimi i ngjashëm. Nga podiumi i protestës, aktivistët kanë deklaruar se tubimet do vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, duke përsëritur thirrje dorëheqje Rama jep dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg. Sipas Likës, zhvillimi i seancës ishte planifikuar të mbajë më 30 korrik, por shumica e zhvendosi për 27 korrik.